duaja, lutja me shpresën tek Zoti xhelleshanu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Zoti juaj tha, lutmuni, e unë marr përsipër që t'ju përgjigjem juve. Kush ai I cili lutet Allahu xhelleshanu me shpirt e me zemër e nuk merr përgjigje për Allahu xhelleshanu, vallahi nuk mundet. Nuk ka mundësi, nuk bën vaki pasha Allahun. Ti lutesh Zotit me shpirt, me zemër, e ta kesh në shpirtit të gdhendme, edhe të fiksume që Allahu xhelleshanu është ai që ka në dorë gjithçka dhe ka mundësi të të përgjigjet për lutjen tënde. Pasha Allahu nuk shko lutja dëm. Vallahi. Nuk shko lutja dëm se e ka marrë Zoti përsipër. Ti luteni Zotit, thot Allahu xhelleshanu, lutuni me kërkesa, me dëshirë që Zoti t'ju plotësoj lutjet tuaja, por gjithashtu edhe nuk ju friksua ti madhështisë ti, sepse mëshira e Allahu xhelleshanu është pranë njerëzve që bëjnë mirë, vepër mirëve. Ebu Hurajra, sahabiu shoku I profetit, paqja e Zotit qoftë me të, na tregon neve dhe na thot. Një ditë thot profeti alayhi salatu selam na tha, lutjuni Zotit, tha, me siguri, me vendosmëri, dhe mos thoni juve kur, o Zot, më fal mua nëse ti dëshiron. Allahumma ighfir li in shi'ta. Mos thuaj o Zot, më fal nëse ti dëshiron. Thuaj o Zot, më fal. O Allah, më fal. O Allah, po s'm falet ti, kush do të më fali përveç teje? O Zot, unë jam rob I yt, e di veten time që jam gabimtar. E ti je I madhi Allah, që I fal gabimet edhe mëkatet, prandaj unë trokas nderën tënde, me shpresën që ti o Zot do të më falësh e do të më fshish gabimet. Prandaj kur ti lutemi Allahu xhelleshanu, ti lutemi me këmbgulje.